Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot Kisha Ortodokse ka panajir sepse ajo kujton një nga profetët më të mëdhenj të dhjatës së vjetër. Profetin Shën Ilia bashkë me profetin Shën Elize. Dhe në qoftë se ligji u dha nga Perëndia nëpërmjet Mojsiut, u ruajt nëpërmjet zedhit të profetit Ilia. Profeti Ilia jetoi një kohë të vështirë rreth 900 vjet përpara Krishtit. Ishte një kohë ku populli i Izraelit kishte humbur besimin për shkak të një mbretit pa besë, Ahazit, dhe gruas së tij të lig, Jezebelës, i cili kishte ngritur një illull, illullin e Balit. Madje kishte edhe priftëri dhe profetët e Balit, mashtrues të mashtruar, që gënjenin popullin e Perëndisë. Ishte një kohë e vështirë, ku populli i Izraelit u largua nga Zoti. Atëherë profeti Ilia, bushur me zell nga Perëndia, u lut që qielli mos të jap shi, si një dënim për apostazin e Izraelit. Dhe vërtet, qielli u mbyll dhe nuk dha shi për 3 vjet e 6 muaj. Atëherë profeti Ilia shkoi në malin Karmel, edhe aty e mbrolli popullin e Izraelit dhe i tha: "O popull, deri kur do jeni të qalë, herë me Perëndin, herë me Balin? Ndajeni mendjen, o me Perëndin, o me Balin. Dhe shikojmë kush do jetë Perëndia e vërtet. Thrisni priftërinë e Balit dhe ata le të bëjnë një therore Balit, por duke pritur zjarr prej Balit. Edhe unë do afroj një therore Zotit të ushtrive, Zotit të Izraelit, dhe Perëndia do dërgoj zjarrin e tij që të djeg theroren." Dhe kështu u bë. Dhe morën priftërinë e Balit dhe morën një therore, një kafsh, një biç, e terrorizuan dhe filluan t'i thrisnin Balit nga mëngjesi deri në të perënduar. Por Bali nuk dëgjonte. Profeti Ilia i qesëndiste: "Lutuni, lutuni, se mbaste e ka zënë gjumi, dhe kush e di ku është." Më në fund, kur profetët e Balit çorën veten e tyre dhe u lodhën nga thirrjet dhe ranë të mekur në tokë, atëre profeti Ilia mori theroren, mori 12 gur, 12 fiset e Izraelit, vendosi drurët, vendosi theroren, e mbushi me ujë 3 herë, derisa një det u krijua aty dhe u mbush me ujë. Pastaj thiri në gjunjë Perëndinë e Izraelit, dhe erdhi zjarr nga qielli, e konsumoi theroren. Dhe atëherë gjithë populli i Izraelit tha: "Ky është Perëndia ynë, ky është Perëndia i vërtet." Edhe profeti Ilia tha: "Merrni gjithë profetët e Balit e zbrisni poshtë në lugin, dhe atij i theri të gjithë nga zelli që kishte për Zotin." Jezebela kërcënoi se do ta vriste. Atëherë profeti u largua dhe shkoi në malin Oreb. Atje pa furtunë, por Zoti nuk ishte në furtunë. Pa tërmet, por Zoti nuk ishte në tërmet. Pa zjarr, por Zoti nuk ishte në zjarr. Atëherë dëgjoi një puhiz të lehtë dhe dëgjoi një zë: "Ilia, çfarë do këtu?" "Kam zell për Perëndinë e Izraelit. Dhe të gjithë profetët e tu i vran, do të më vrasin edhe mua." Atëherë Zoti tha: "Mos ki frikë, sepse kam ruajtur 7.000 veta që nuk ju falën Balit, po shko dhe bë profet Elizeun." Dhe kështu profeti u kthye. Pastaj na thuhet se profeti Ilia u mor me një karros të zjarrt dhe fluturoi në qiell. Dhe është tani në qiell atje tek Perëndia, pa psuar vdekje fizike. Dhe Zoti e ka ruajtur profetin Ilia dhe profetin Enok, 2 personazhe shumë të njohur të dhjatës së vjetër, që nuk kanë psuar vdekje fizike, sepse Zoti i ka ruajtur për një kohë shumë të keqe. Koha më e keqe e njerëzimit, koha e Antikrishtit, ku njerëzit do të largohen nga Perëndia e vërtet në gjithë botën dhe do i falen Perëndisë së rrem, Antikrishtit.
duke menduar se ai është Zoti, Perëndia dhe shpëtimtari i tyre. Do shfaqet profeti Ilia dhe profeti Enok. Do qortoj në radhë të parë të gjithë ata të ashtu quajtur besimtar që do t'i falen antikrishtit. Do qortoj politikan, shtetar dhe të gjithë ata që do t'i shërbejnë atij. Do t'i japi zemër besimtarve të krishterë që do të qëndrojnë deri në fund. Por thuhet që antikrishti do t'i jepet fuqi dhe profeti Ilia dhe profeti Enok do të vriten në Jeruzalem. Atje do të shikojnë nga gjithë bota, na thot zbulesa. Dhe këtu na jep një profeci për mediat vizive, televizorin, që njerëzit nëpërmjet gjithë botës do ta shikojnë. Por mbas 3 ditësh, zëri i Zotit do thot, shpirti juaj vaf përsëri në trupat tuaj. Atëherë profeti Ilia dhe Enoku do të ngjallet e do të ngrihet me fuqi në qiell. Dhe kështu do përfundoj veprën e tij profetike, me zellin e tij për thënë të vërtetën e Zotit. Të dashur të krishterë, çfarë na thot profeti Ilia sot? Edhe sot jetojmë në një kohë të vështirë. Jetojmë në një kohë ku besimtarët po rrudhen, gjithnjë më pak po besojnë në Zotin e vërtet. Madje edhe nga të krishterët ortodoks po largohen nga besimi i vërtet. Dhe sot po jepemi mbas besimeve të reme, mbas idhujve. Kush janë këta idhuj? Paraja, fuqia, teknologjia, kënaqësia, argëtimet që sot po na mbysin shpirtin. Dhe në vend që neve të gjejmë kënaqësi tek Zoti, gjejmë kënaqësi tek këto argëtime. Në vend që të gjejmë fuqi tek Zoti, shkojmë në idhujt, në fe dhe bestytni. Dhe kështu po largohemi nga Zoti dhe meritojmë dëshkim, si në kohën e profetit Ilia. Prandaj na thuhet në shkrimin e shenjtë dhe dielli do t'i turturojë njerëzit me rrezet e tij. Dhe jetojmë në një kohë të ndryshimeve apokaliptike. Klima është shumë armiqësore me njerëzit. Kemi temperatura të larta, kemi përmbytje, kemi tërmete, kemi zjarre. Pse? Se jemi larguar nga Zoti dhe meritojmë qortim që të vim në vete. Por ne duhet i ngjajmë profetit Ilia. Profeti Ilia kishte zell për Zotin. Ai nuk u ushtrua, nuk heshti, as përpara mbretërve, i qortoi, i dënoi dhe u ngrit kundër profetëve të rrem. Edhe neve mos kemi frikë të themi të vërtetën. Kushdo dhe ndaj do kujt. Se ne kemi Zotin, kemi të vërtetën. Dhe Perëndia nuk do ta lejoj kur që të humbi besimi. Ashtu si tha profeti Ilia, ka mbrojtur dhe 7.000 veta, ashtu dhe Zoti na rua ne, të krishterë ortodoks, që jemi të pakët, por ama jemi kripa e botës. Ne e mbajmë botën që mos prishet. Prandaj duhet ta ruajmë besimin deri në fund dhe mos kemi frikë. Edhe profeti Ilia për një moment u tregua i dobët si njëri. Tha, o Zot, dhe mua duan të më vrasin. Por Zoti tha, mos ke frikë. Jemi njerëz, kemi dobësitë tona. Ndonjëherë friksohemi, të riqemi, po duhet marrim zëmër nga profeti, nga shenjtorët, që të ngrihemi dhe të kemi kurajo. Fjalën e fundit e ka Zoti, nuk e ka njeriu, pushtetari ose kushdo qoftë. E ka Zoti. Dhe vlerësimin ton do ta bëj Zoti, nuk do ta bëj bota. Prandaj nuk duhet të heshtim, duhet ta themi të vërtetën, ta jetojmë të vërtetën deri në fund. Dhe profeti Ilia thon, etrit e shenjtë është midis njerëzve. Nuk e njohim, por ai kalon midis njerëzve. Vjen, frymëzon, ngushëllon, po dhe qorton, derisa të shfaqet kur gjithë bota do ta shohim. Nuk e dim do të arrijm atë kohë apo jo, por ato çfarë thënë në shkrimin e shenjtë do të realizohen. E profeti Ilia, si thamë, dhe profeti Enok do të shfaqen. Eto dënojnë antikristët dhe do japi zemër besimtarëve. Prandaj të dashur të krishterë, mos kemi frikë. Nuk kemi vetëm. Dhe sikur gjithë bota të prishet, ne duhet qëndrojmë si qëndroi profeti Ilia, sepse profeti Ilia qëndroi se ishte Zoti me të. Edhe me ne është Zoti dhe ne duhet jemi me Zotin. Amin.